autor, piktor tyne, pjellë tyne është, drejtë tyne, e kanë marrë një piktor tyne, autor, piktor tyne, pjellë tyne është, me një piktur që motivin e ka pas shqiptare e kanë ble, shumë të regullet, as mundet me ble fustanellën, as grekt s'kanë mujtë me ble, dhe mjeshtri lojnave, rastin që të regove, po. Sepse pjesa dërmuese sa dim na piktorve, eminent, nuk kam pas përfitime gjatë rjetës tyne. Pas dekes janë bat një auton edhe tjertë kanë përfitu, materialisht të klasë. Por paja pati? Ky ka pas. Ky Salvador Dali, janë konë do tjerë Picasso, do tjerë, edhe këtë mesin e tyne mund të fute. Do më thonë ka qenë mjeshtër edhe i këtyne punve. Kështu që në këtë aspekt ja ka dalë, normalisht. Desha me u lidhë me tash është me rëndësi komunikimi me çka thojnë ata të tjerët, në këtë rast serbet, edhe përmende Vučićin, edhe në relacion me ne. Gjanat janë shumë qarta. Ata drejtë e tyne e kanë marrë një piktor tyne, autor, piktor tyne, pjellë tyne është, me një piktur që motivin e ka pas shqiptare e kanë ble, shumë të regullet. As mundet me ble fustanellën, as grekt s'kanë mujtë me ble, as nuk mundet me përvecu, edhe pse kanë pas tentime, sepse fustanellë është shqiptare, kanë thonë shumë tjere tjere. Mirë, po këto janë prononcime edhe politike, sepse a i dëshiron tash edhe në këtë fazën e levizes gjanave, dëshiron ka pak me qetësu. Dhe me thonë edhe në këtë plan, dhe me thonë planin kulturor e tjera, që po bojmë na, dhe nuk do të lojmë as një vepër që na përket neve, edhe për me siguru për muzet e tjera institucionet e tyne që i kanë. Në përgjithësi, këto janë gjanat mira, sepse gjithë ne, po edhe ne, sidomos kjo vlen për ne shqiptarët, duhet punojmë këtë plan. Sa ma shumë ti mbledhin, dhe me thonë, vepra tona, pasurit tona, trashëgimin tonë, edhe ta fokusojmë këtu. Dhe me thonë, ne këtu, ti kemi institucionet, muzet, galerit, e tjera, edhe mos... Pastaj, ato të studiohen, ka studiusit, edhe të reflektojnë me botime, edhe të tjeret, në gjutë tjera të huja. Sepse, e tha ma herët, ne pretendojmë zhvillu turizmin kulturor e kështu me radhë. Përveç natyres, normalisht që edhe kultura ka peshën e madhe, shumë të madhe, trashëgimia në përgjithësi. Këtë plan unë me dojë se duhet punohet ma shumë. Ky ishte vetëm një rast i pajës. Rast e tilla kam jaftë, mirë po qenë në relacion me ne edhe, të me thonë, bisedum e trajtum. Ne ju falenderojmë shumë që ishit sot pjesë rreth e rrotullit të knatësi. Faleminderit. Po shpresoj që keni kontribu me hjek do mjegulla që mundën me equ debatin në një drejtim të gabushëm. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërkohë, ne tani në këto momente do të shohim një material të Ëndrit Rahimit, i cili ka të bëjë me lejet e kamionëve, ku e thamë që po janë si një lloj rrugdalje për të dalë në Evropë për të punuar atje. Ai ka përcjell nga afër, ka qenë një poligon, ka pyetur edhe të interesuarit për këtë leje dhe t'i dëgjojmë se çka kanë thënë ata. Përshëndetje për krejt mishë të rrëth e rrotull, sot jeni me mua Ëndrit Rahimin dhe këna ardhë tek poligoni autoshkolla. Këtu jena se këna ardhë me trajtu një fenomen